sotme, duke nisur me mirë se po takohemi në këtë mbledhje të rregullt të qeverisë që po e mbajmë në një datë të jashtëzakonshme. Sot 4 vjet më parë, me 26 mars 2021, qeveria jonë që këtë javë ka mbushur 4 vjet e mbajti mbledhjen e saj të punës aso kohe. Prej atëherë jemi takuar të paktën 2 herë në muaj në këtë sallë, në gjithsej 254 mbledhje, përfshirë edhe ato elektronike. Kemi marrë 2257 vendime, secili dhe gjithmonë të mirë të mirëqenies së qytetarëve, të zhvillimit ekonomik, të reformave të nevojshme për progres dhe mbrojtje të interesit shtetëror e publik. Në mes të këtyre mbledhjeve janë 1464 ditë nga dita e parë e marrjes detyrës, punë përditshme nga secili prej jush, me rezultate konkrete për gjithë secilin qytetar që u vlerësua lart nga po ata në zgjedhjet e 9 shkurtit. Në ballafaqim me pandemin, përballë krizave të energjisë dhe inflacionit të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, përkundër pengesave dhe vonesave dëshpëruese me ankesa opozitare në gjykatë kushtetuese që bllokuan shumë gjëra përfshirë edhe atë të çmimeve tavan për produktet bazike, e pavarësisht sulmeve paramilitare dhe terroriste dhe përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për destabilizim, e përmbi zhurmën e madhe të debateve televizive të mbrëmjes, qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Unë po i rendes vetëm disa kryesoret prej tyre në këtë 4 vjeçar tonin të përbashkët. Liberalizimi i vizave nga Bashkimi Evropian, Tajlanda, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Tajvani dhe njohja e pasaportës të Republikës Kosovës nga 2 shtete mosnjohëse, Spanja dhe Armenia. Me neve edhe lëvizim pa viza në Evropë, edhe nuk lëviz kufiri në veri. Mëtej, në Komitetet e Marrëveshjes Tregtisë Lirë të Evropës Qendrore apo CEFTA-s, Republika jonë prej tetorit vitit 2024, për herë të parë përfaqësohet nga institucionet tona e jo nga UNMIK-u. Ndërkaq me shtetet anëtare të Shoqatës Evropiane të Tregtisë Lirë apo EFTA, siç njihet me akronim, në janar të këtij viti në Davos kemi nënshkruar marrëveshje të tregtisë lirë për mallra dhe shërbime. Mëtej, shëndetësia publike në Kosovë është bërë më e mirë, më e lirë dhe më shumë shërbime kemi. Shumicën prej klinikave i kemi transformuar, shumë prej shërbimeve jetike për qytetarë janë bërë pa pagesë, shumica tjetër me çmime më të përballueshme. Mandatin që na pret e ne mezi e presim, do të vazhdojmë me investime spital pas spitali, do të ndërtojmë 2 spitale të reja dhe 6 poliklinika specialistike e buxhetin për listën e banave esenciale, që tashmë është në nivel rekord, do ta ngrisim deri në 100 milion euro. Mëtej, për herë të parë, në 4 komunat tona në veri po paguhet rryma, po paguhet energjia elektrike. Ka filluar të faturohet edhe tatimin pronë për komunat në veri të vendit, gjithashtu për herë të parë. Tabela ilegale dhe patent shofer ilegal nuk ka më sepse janë konvertuar në ato RKS. Strukturat ilegale janë mbyllur sepse janë të jashtëligjshme, atje tani ka institucionet e Republikës që i shërbejnë qytetarëve pa dallim, biznese që regjistrohen në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës dhe masat punësimit nga Qeveria e Republikës të Kosovës për banorët e komunave atje. Vetëm me programin Qeveria për Familjet, pra që nuk le asnjë familje pa dikë të punësuar, i kemi rreth 530 të punësuar në veri nga nacionaliteti serb. Për herë të parë, gjithashtu kemi pas një kohë shumë të gjatë rritje të pensioneve. Pensionet për mbi 300.000 pensionmarrës janë rritur për 20%. Përveç rritjes së rregullt, të gjithë pensionistët kanë marrë shtesa prej 100 euro 5 herë gjatë mandatit tonë 4 vjeçar. Rreth 70.000 nëna lehona sërish për herë të parë kanë marrë shtesa nga shteti, sikurse edhe mbi 400.000 fëmijë të Kosovës. Për fëmijët i kemi 2 fishuar dhe 3 fishuar shtesat dhe për 2 vjet radhazi u kemi ndarë nga 100 euro për fundvit, sepse mirëqenia e shoqërisë e posaçërisht e qytetarëve që i kanë nevojat më të mëdha është në fokus tonin. 3 herë kemi rritur paga në sektorin publik, kurse pagën minimale në sektorin privat 2 herë, nga 130 euro, 107 euro sa e kemi gjetë,
në 265 euro dhe nga 265 euro në 350 euro. Mandatin tjetër do të arrisim përsëri mbi 500 euro. Varfëria është ullur nga 25.5% vitin 2021, kur ne e morëm qeverisjen, në 19.2% në vitin 2024, si pas Bankës Botërore. Papunësia është ullur nga më shumë se 25% në më pak se 11%. Që të dyja po e ndjekin trendin e rënjes. Pra jemi Republikë Demokratike ku po zbutet varfëria e po bie papunësia. Kemi dhënë 300 milion euro mbështetje për gati 120.000 fermere bujq dhe rritje tokës bujqësore për 50%. Nga diçka mbi 81.000 hektar në mbi 120.000 hektar të Kosovës punohen dhe janë bërë tokë bujqësore. Buxheti për ushtri është 3 fishuar, trajnimet jashtë vendit janë 4 fishuar, investimet në armatim janë shumë fishuar, përfshirë këtu dronët Bayraktar luftarak dhe kontratën për funksionalizimin e fabrikës së municioneve. Në mandatin e ri, ushtrisë do t'ja ndojë mbi 1 miliard euro, do të kemi fabrikë municionit të dronët ushtarak made in Kosova, pra që i prodhojmë vetë. Kemi filluar të blejmë për dallim prej më herët dhe për dallim edhe prej tani do të fillojmë edhe të prodhojmë atë që kemi nisur ta blejmë. Tregun energjetik i kemi bashkuar me Shqipërinë, e Shqipërinë e kemi bërë partnere kryesore tregtare në rajon. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kemi zgjeruar dhe thelluar marrëdhëniet në fushën e energjisë të mbrojtjes. Grantin më të madh ndonjëherë nga SBA-t e ka fituar qeveria jonë në vlerë prej $202 milion për sistemin e baterive të energjisë elektrike. Nga bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes me SBA-t, kemi blerë sistemin raketor antitank Javelin dhe do të blejmë edhe helikopter Black Hawk apo skifter Z, siç quhen në shqip. Kurse javën e kaluar kemi bërë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon, duke nënshkruar deklaratën 3 palëshe në fushën e mbrojtjes me Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kroacisë. Do të organizojmë ngjarjen më të madhe sportive në historitë të vendit, lojrat mesdhetare 2030, për të cilën do të bëhen mbi 250 milion euro investime në infrastrukturë sportive. E veçanërisht me intensitet lartë do të punohet në rregullimin e infrastrukturës futbollit me 200 milion euro për mbi 20 stadiume anë mban vendit. Vendi ynë do të ketë infrastrukturën më të mirë të futbollit në rajon, duke përfshirë edhe stadiumin nacional. Të nderuar kolegë, Republika e Kosovës është e fortë dhe po bëhet çdo herë e më vitale. Zgjedhjet dhe referendumet e Serbisë nuk mbahen më në Kosovë siç bëheshin më përpara. 8 palë zgjedhjet të Serbisë dhe 1 referendum është mbajtur prej se kemi shpallë pavarësinë e para se të vishim ne në qeverisje. Prej kur kemi ardhur në qeverisje, as zgjedhje, as referendum. E mbani mend mirë që është në qershor të vitit 2020, vetëm 17 ditë pasi unë kam dalë nga zyra, janë bajt zgjedhjet lokale të Serbisë. Jo parlamentare, zgjedhjet lokale të Serbisë. Me 21 qershor 2020. Dhe prej se kemi marrë në detyrën, me 23 mars 2021, nuk ka më as zgjedhje të Serbisë, as referendumet të Serbisë në Kosovë. Me vendosmërinë e ligjit, për herë të parë që nga pas lufta, kemi vënë në qeverisje veriun e Kosovës, jemi përmirësuar për 31 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit të Transparency International, duke arritur kështu renditjen më të mirë dhe vlerësimin më të lartë ndonjëherë për vendin ton në këtë indeks. Sipas vlerësimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, jemi një nga vendet me rritjen më të lartë në Evropë. Dhe si një rast i rrallë dhe i shquar, vendi ynë Kosova jon, pra nga shtet përfitues i Agjencisë Ndërkombëtare për Zhvillim të Bankës Botërore, për më shumë se 15 vjet, tash tutje do të jetë në mesin e vendeve që kontribuojnë në këtë agjenci. Nuk jemi shtet që vetëm përfiton e konsumon, por edhe i tillë që prodhon e kontribon në organizmat ndërkombëtar ku marrin pjesë e ku jemi antar. Të nderuar antar të kabinetit, kolegë dhe bashkëpunëtor të dashur qytetar, ju faleminderit për punën e madhe dhe angazhimin e pandërprerë dhe mbështetjen e vazhdueshme. Këto 4 vjet të mandatit ton ja kanë vlerëtur fort për Republikën ton dhe për qytetarët e Republikës. E të dashur qytetar, në veçanti ju jam e ju jemi mirënjohës për besimin e dhënë, nuk ka nder e privilegj më të madh se t'ju shërbejmë juve, qytetarë të dashur të Republikës.